Me burrin jam njoftu, të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave, 3 vjet më ka prit. Përmes që ngruja ti të sot. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim mes vete, e kam shok burrin, se po ka raste që puni, tonat mirat ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Mos me prit në gratë burrit. Burri është normal domaçin i shtëpisë, i ka do obligime do përgjegjësi pak më shumë se na, po prap thom, mos prit pi burrit, banoj pa barër. Se sa ku je martuar? Që 13 vite. Si e njoftu me burrin? Me burrin jam njoftu, të them drejtën mbas shoqënisë. Takimin e parë kena pas stacion të autobusave. Staciona? Si e parë e dha sinjalin? Valla, unë na femnat pak jena vdes se mojna kanon, nuk dojna me tregu vetën se qysh tek. Ai ka qenë i pari që ka tregu interesin për mu. E ti mas sa ku edhe vetën taj? Them drejtën mas 3 viteve. 3 viteve, 3 vjetë, që shë ke shty 3 vjetë? E kom shty, me thonë se unë jam vajza e parë, dhe me thonë familje, edhe babin e kam laborant. I kemi 3 poliklinika tona, që janë vitim, perizaj edhe në shtimje. Edhe tash të babin na ka mësuar qatë njërë, na ka thonë qatë edukat që nëse kemi diçka të re, për shembull në lidhje me djem, me njoftu paraprakisht. Edhe unë njoftova, po më tha, del, këshër, ama ki kujdes që po banë. Do më thonë 3 vjetë, kemi pas një lloj kontakti si shoqënisht, mandej tana. Ai pas ka priti, do me thonë 3 vite. 3 vjetë më ka prit. Përmes që ngruja ti të sot. Po. Cili është momenti më i bukur që e ke pas? Momenti më i bukur. S'po thonë veç në raport me burrën. Kanë qenë gjitha veç momente më i bukur është fëmijët që i kam, nuk po di cilin me ta cek mas pari. Kur jam banon, do të thonë qatë veç që jam martu veç jam banon, 13 vjetë mi ka djali ma. A të ka pak i raporte në burrë dhe gru? Si e keni? A keni xhelozia? Mendon që xhelozia tepërt është sëmundje? Po, xhelozia tepërt është sëmundje, se po edhe në momentin që s'ka xhelozia të për menim tam në s'ka kur gjë. Po fatmirësisht kemi mirë kuptim mes vete, e kam shok burrin, për gjithçka, do të thonë konsultohemi mes vete, nuk është që marrim vendime, unë e mora një vendim për vete edhe ai për vete, ama shumicën e raste, por edhe gjithmonë si i diskutojmë gjonat, mandej e marrim një vendim së bashku. A ma shumë e pyeti ato ai ty, për me marrë leje për diçka? Vallaj, s'po di. Them drejtën unë, sa gjithsesi apet ajo është burr, edhe normal na gratë jemi. S'moj me thonë që jemi në një rang, gjithmonë burrat janë pak më naltë. Dhe me thonë të s'ka kënë matë mendimin e kom 50-50 të dy? Jo, nuk jam, se gjithmonë burri është burr, me një fjalë. Çka mendon pse po ndohen çka shumë? Cili është ai faktori? A shndru dashuria në interes apo tradhti? Dikon valla është shndruar shumë në interes. Se po ka raste që puni, tonat mirat ja bën burri, ama nuk është e kënaqur. Po s'di, për atë pjesë nuk di çka të them, se s'është që më ka ndodhur, as nuk e kam dashur interesin kur sa i përket pasunisë burrit, asaj të one për këtë punë nuk o kam korr. Se di, për këtë fjalë, dashuri e pastër, është diçka e sinqertë edhe nuk di çfarë shtoj më shumë për këtë pikë. A mendon që femrat apo gratë duhet me majt vetën vetë, mos me prit në krah të burrit? Shumë e vërtet duhet me majt vetën. Duhet me majt, pse jo? Mos me prit në krah të burrit. Mos me prit në krah të burrit. Burri është normal domaçin i shtëpisë, i ka do obligime do përgjegjësi pak më shumë se na, po prap thom, mos prit pi burrit. Banoj pa barër. Ti je shumë rëkumë që ndohemi. Hesh nuk është problem. Kalofshit mirë. Unë edhe gjyshën e moj, lejnë më prendë. 90 vjetë i ka gjysha unë e kam. Mos me desh musja, rrugën e vetë, unë e të amë, s'ki që ka. Por është nevoj, problemet nuk t'i zgjell, edhe as lëmëtori nuk t'a shtën. Nëse se ki shpirtin e mirë, se gjenë vetën, luksi tepërt, qatë pej binarve, mos e din kush edhe ka je. Dikur s'villon mos mi njohë të njerës tu, ka edhe njerës të mirë, se për ndryshe ma kilë shrutu ka më te. Si kështë qenë paga mesatare me bu një jetë normale këto? Po, 1.800, nëse punon vetëm një person, familje, në 1.000 është pak. Nëse punojnë 2, e ma shumë, 700-800. Ti e ki këtë pagë? Atë ja vlen me punua jo? Aty dikon. Jo, nuk është që s'ja vlen, po nuk është e knaqme. Nuk është e knaqme, për kushtet, për shembull veç që të porzit politika, qeveria në ignetit, llogarit e që 3-4 viteve që ka hip çmimi energjisë elektrike, për shembull, tikon 200% u bosh shtrejtësi më e madhe. Edhe vrejën këtu me njerë.
do më thonë. Ka mangësi, ka sene, po prap se prap, Kosova është vendi i dashur. A i është gëny në herë njëtë? Qa me thonë? Normal, çdo njeri në dashuria. Po ka normal, ka dashuria jo, i falenderoj nga Zotit se jam një person që mi ka dhënë 2 fëmijë që i kam edhe jam shumë i falëndershëm, jam shumë i kënaqur me atë punë. Po, zhgënime ka në jetë, normal, për shokëve, Është gënyja. duhet në herë. Çfarë përgjigje ju ke dhënë ata që kanë zhgënyer? Shreagove ti? Heshtja është përgjigja më e mirë. Se nëse fillon mu përbolla me folë me kësana, ajo veç është për më në bosh edhe të njëjtë. Kështu që vazhdojmë tutje. Çka mendon për këta që i dërgojnë prindërit në dëmë plazhe pse nusët dojnë me tu me vjerri? Kështu bukur. Katastrofë. Kështu bukur. Kur në jetë. Unë edhe gjyshën e moj. Këri mo prenda? Ne më prend. 90 vjet i ka gjysha në kam. Shpjelle i falenderoj nga Zoti se e din ç'është familja. E mos me ti desh nusja. Bezojna shambo. Mos më desh musja. Çka i thë? Rrugën e vet, unë të jam s'ki çka. Po do të më gjet njëri ato që përshtatet në jetë. Jo me lakmu diçka ças. A mendon që parja ti zgjidh problemet ata është në lumturinë? Por është nevojë. Problemet nuk t'i zgjidh edhe as lumturi nuk ta shton. Nëse se ki shpirtin e mirë, se gjen veten me personin ose me familjen, me badi sot dush të kish parë e kot është. E kot është kërë, nuk të bashkë të. Po. Luksi tepërt qatë pe binarve, mos e din kush edhe ka je. Dikur të fillon mos mi njohë të njerës tu, edhe ajo është katastrofë. A mendon që burrë shumë interes jeta, qoftë nga shoqëria apo Shumë, po ka edhe njerëz të mirë. Se për ndryshe na kitë shkutu ka më ti. a ke pasin rreth tënë që kanë ardhur për ty për interes? Kur ka tani nevoja apo puna diçka ata veç në zhduk? Thash më herët, ka një jeta batica, ka njerëz, ka pos e po, qa me bo, ç'është është jeta? Pe që u kriju njeriu, interesi u konë të gjithë. Edhe një pyetje për fund, cila është gjëja më e bukur në jetë që kanë? Gjëja më e bukur në jetë që më kanë ndodhur janë fëmijët e mi. Faleminderit shumë për punë. Faleminderit edhe juve. Nusën e madhe kam. Mirë shumë, pashat 7 se 7 i kam, e 8 është nusja djallit tem. Fëmija jam i maj vogli, edhe me reja. Në dofsha, më doftë Zoti. Qështu, po, shumë e du, shumë në dënë, shumë në respekton. Pi morëm tujat, nëse një viher, që se respekton, si kunaj e vlodin e vetë, une i fajsjoj, krejt, vjerin. Nusën e kam goti që 10 vjetë, bashkë me to jëmë, bashkë me